Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë diabet. Hani këto ushqime çdo ditë për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash dhe ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi e vështirë. Prandaj çdo frut ose perim që konsumoni duhet të jetë i duhur për shëndetin tuaj. Në këtë video, sipas dhe Elsaj, do të rëndisim disa nga ushqimet të cilat do ju ndihmojnë në dietën tuaj për të menaxhuar edhe luhatjet e sheqerit të diabetit të tipit 1 ose të diabetit të tipit 2. Në listën tuaj, sipas ekspertëve, nuk duhet të mungojë vaji i ullirit. Vaji i ullirit mund të quhet ndryshe edhe balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është e para të jetë në shifra jo të shëndetshme te personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit mbron ekuilibrin e tensionit dhe qarkullimit të tij në një zemër më të shëndetshme. Brokoli gjithashtu është një tjetër produkt mjaft i vlefshëm për të shtuar në dietën tuaj. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë nëpohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbrojtjen e qelizave nga radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të metabolizimit. Edhe arrorët janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga diabeti tipi 2. Arrorët janë të shijshëm, të pasur me vlera për organizmin dhe do t'japin gjithashtu vlera të larta për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra, të cilat janë të tretshme dhe lehtësojnë gjithashtu edhe problemet e organizmit. Konsumi rutinor i tyre mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacioneve dhe në uljen e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm, i cili nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj të përgjithshme, janë edhe përbërjet e bulmetit, siç është kosi. Kosi është një nga produktet e vetme të bulmetit më të mirë për personat që vuajnë nga diabeti tipi 2. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit do të ekuilibrojë sheqerin në gjak dhe do të parandalojë sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Te personat me diabetin e tipit 2, kosi ndihmon në rënien në peshë dhe ndihmon edhe në sistemin tretës. Kanella gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë produktive në dobi të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të luhatjeve të sheqerit në gjak. Në dietën tuaj, kanella është e pasur me antioksidantë të cilët do të mbrojnë në shëndetin tuaj të syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mundet që të ulë nivelin e sheqerit dhe të përmirësojë ndjeshëm edhe ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim tregoi se kanella arrin të ulë nivelin e kolesterolit dhe nivelin e triglicerideve. Një produkt shumë i mirë ushqyes për të shtuar në dietën e diabetikëve janë edhe vezët. Vezët janë të pasura edhe me paketime të larta ushqyese me vlera të mira për organizmin. Përveç se përmbajnë gjithashtu edhe një sër elementësh ushqyes, ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe nëse konsumohen rregullisht do ju ndihmojnë në betejën kundër diabetit të tipit 2. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe gjithashtu janë një nga produktet më të mira ushqyese për të përfshirë në dietën e personave që vuajnë nga diabeti. Sigurohuni të përfshini vezët e zjera vazhdimisht në dietën tuaj, pasi kështu do të merrni përfitimet e tyre dhe do të mbani larg komplikacionet. Kombinimi i vezëve në gatime të ndryshme ushqyese do të përbëjë një gur themel mjaft të mirë ushqyes në menaxhimin e diabetit të tipit 2 dhe gjithashtu luhatjeve të sheqerit në gjak. Edhe ushqimet jeshile, siç janë perimet jeshile, mund të përbëjnë një faktor të mirë ndikues në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përmirësoni gjithashtu shëndetin tuaj dhe të menaxhoni më lehtë problemet e sheqerit në gjak, atëherë në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as perimet jeshile. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpjeta, sallatat janë të pasura me vlera me pak kalori, duke qenë se ato treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura me vitaminën C, e cila luan një rol të rëndësishëm në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit dhe gjithashtu kontribon edhe në një organizëm më të fortë dhe më të mbrojtur. Ekspertët i cilësojnë këto produkte mjaft të rëndësishme për të përfshirë në dietën tuaj, sidomos edhe në rastet se vuani nga luhatjet të theksuara të diabetit të tipit 2. Edhe peshku është një listë e shquar ushqyese për personat që vuajnë nga diabeti tipi 2.
Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë në burime shumë të mira të yndyrnave omega-3 dhe acideve DHA dhe EPA, të cilat mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 duhet të konsumojnë pasi janë të predispozuar që të preken edhe nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar ndjeshëm edhe qarkullimin e gjakut në trupin tuaj. Konsumi i këtyre ushqimeve do të përbëjë një faktor ndikues pozitiv në rritjen e përfitimeve të trupit dhe balancimin më të mirë ushqyes për diabetikët. Drithrat e plota ose buka e elbit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje produktive në aspektin tuaj. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi, ajo prej drithit të plot të bluar në gur, ka nivele të ulta glicemie. Ato janë të pasura me fibra që ngandalësojnë tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe mollët. Shumica e frutave ka nivele të ulta të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm sheqer. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti tipi 2, citojnë ekspertët e Elsaj. Patatet e ëmbla gjithashtu mund të jenë të përfshira lehtë në dietën tuaj, sidomos edhe në rastet se vuani nga luhatjet e sheqerit të tipi 2. Patatet e ëmbla kanë nivele të larta glicemike, ndërsa patatet e ëmbla kanë gjithashtu një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese, sidomos nëse vuani nga luhatjet të theksuara të sheqerit në gjak. Tërshëra. Sipas të dhënave të health.com, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban beta-glukane, substanca që përmirësojnë ndjeshmërinë e insulinës dhe ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ulin yndyrna në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Arrorët janë të pasur me fibër dhe gjithashtu kanë një nivel të ulët glicemie prej nën 55. Ato janë të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura dhe antioksidant. Vitaminat dhe mineralet si magnezi dhe kaliumi, arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietatin e papërpunuar të tyre. Hudhra gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti tipi 2. Hudhrat ndihmojnë uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirësojnë ndjeshmërinë e insulinës dhe sekretimin e saj. Rekomandohet të hahet hudhër e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshme për diabetikët. Merluci e rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht e rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët rrezikojnë prej tij. Frutat gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë, por përpara konsumit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në mënyrë që të evitoni edhe problemet e luhatjeve të pakontrolluara të sheqerit në gjak. Gjithashtu, për të caktuar diagnoza është e nevojshme të merren mostrat e gjakut dhe analizat të kryen si duhet, por simptomat më të zakonshme të diabetit janë: etje e shtuar, urinimi i shpeshtë, tharje e gojës, humbje e pashpjegueshme në peshë, infeksione të përsëritura, plagë të ndryshme që mezi mbyllen, mpirje e duarve ose e këmbëve, lodhje më tepër se zakonisht e të tjera. Nëse vlerat e glicemisë kanë qenë të larta për një kohë të gjatë, personat me diabet mund të shfaqin edhe dobësi trupore, dhimbje barku, të vjella e të tjera. Ekzistenca e këtyre simptomave nuk do të thotë domosdoshmërisht që ju jeni me diabet, por në raste të tilla ju duhet të kontaktoni mjekun specialist endokrinolog për të konsultuar mbi rastin tuaj. Gjithashtu, medikamentet që merrni për kontrollin e diabetit duhet t'i merrni në mbikëqyrjen e një mjeku dhe të balanconi dietën tuaj ushqyese, çka do të ndihmojë pozitivisht edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.